Një gazetare ruse, e cilësuar se një nga të preferuarat e kreut të Kremlinit, Vladimir Putinit, është vrarë nga një minë toksore, teksa raportonte afër kufirit Rusi-Ukrainë. Ana Prokofjeva, 35 vjeçare, një korrespondente lufte për rrjetin televiziv shtetëror të Rusisë Channel One, u vra pasi automjeti me të cilin po udhëtonte ajo dhe kameramani i saj përplasi një minë toksore në rajonin Belgorod të Rusisë. Lajmin e bëri të ditur televizioni shtetëror të mërkurën. Mina toksore ishte vendosur nga ushtria e Ukrainës, siç raporton Channel One, duke shtuar se Prokofjeva vdiq duke kryer detyrën e saj profesionale në një deklaratë në faqen e tyre në internet. Kameramani i Prokofjevës, Dmitri Volkov, u plagos rënd në shpërthimin që ndodhi në rajonin kufitar rus, i cili është përbadur me sulme të shpeshta me dron dhe granatime nga forcat ukrainase në mes të tërheqjes së tyre nga rajoni fqinj i Kërskut. Gazetarja kishte mbuluar luftën në Ukrainë për rrjetin pro-Putin që nga viti 2023. Në atë kohë ajo ndante shpesh foto magjepsëse të saj me veshje ushtarake ose rroba të rastësishme, duke pozuar pranë ushtarëve ose pajisjeve ushtarake të Rusisë. Gazetarja e propagandës së Kremlinit postonte shpesh fotot e saj me uniformë ushtarake. Veshjet e tyre shpesh faqnin një shkronjë të madhe Z, e cila është bërë një simbol në mesin e mbështetësve të Vladimir Putinit gjatë pushtimit vrastar të Ukrainës. Si një mbështetëse fanatike e luftës, ajo shprehte vazhdimisht për kushtimin e saj ndaj kauzës në rrjetet sociale, duke u shkruar ndër të tjera ndjekësve të saj në Instagram: "Sot dua të them, çfarëdo që të ndodhë, unë do të jem gjithmonë pranë ndjemve tanë. Mund të ofendoni, urreni, çmendeni ose mallkoni, nuk më intereson", shpreh Ana.